juve I keni ndjekur lajmet se si janë marrë fondet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe janë çuar te Delina Fico, dhe Delina Fico do bënte drejtsinë e pavarur, ish gruaja e Ramës dhe gruaja e ish ministrit brendshëm. Kjo e ka bërë drejtsinë e re. Pse juve ju duket konspiracion kjo? Ju duken konspiracion tezat e presidentit Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, që deklaronte që Sorosi kishte kapur drejtsinë në Amerikë dhe s'pas ka kapur drejtsinë në Shqipëri, kur këtu e ka gjithë kabinetin nën punës të vetin. Nëse ka ndonjë park lojrash për George Sorosin, ka qenë Shqipëria. Dhe atë e ka bërë në kurriz të shqiptarëve. Pse nuk je ti sot në Burg? Po për çfarë do jem unë në Burg? Ma thoni do për çfarë duhet jem unë sot në Burg? Kundërshtim me këtë që the. Jo, nuk bie fare kundërshtim. Unë mund t'ju them këtë, që nga afera e Unazës. Jo, apo thua ti që opozitarët sot në Burg janë pa prova? Po shumë drejt. Nga afera e Unazës jam arrestuar unë. Nuk është arrestuar ndonjë ministër. Apo jo? 40 milion euro kilometri tek Unaza. Ka arrestuan atëherë? Mua. Unë kisha bërë aferën korruptive? Apo Edi Rama? Apo Erion Veliaj? Këto janë ato që më nxjerrin në padë, dhe drejtësia nuk është vetëm ju zeroni punën e gjithë drejtësisë. Dhe çfarë është tjetër? Unë jam dakord që kesh skepticizëm, kritika, rezerva etj etj. Unë s'kam dorë të bëj gjë për këtë drejtësi. Jo, ju e konsideroni zero. Unë nuk konsideroj asgjë. Edhe një herë, unë më problematike shikoj faktin që në sistemin e ri të drejtësisë të kapur nga George Soros ka një problem themelor. Se ne flasim shpesh për figurat George Soros, erdhi Donald Trump, pse nuk ura kjo drejtësia me që ka bërë George Soros? Nuk ka rënë këtu ajo. Ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe do bëjë një efekt domino. Tani ti marrim me radhë. Në rastin konkret, sistemi I drejtësisë, problemi më I madh që kam unë janë 47.000 çështje të mbetura pezull të qytetarëve shqiptar. Që s'marrin dot drejtësi për pronën e vet, sepse s'ka, sepse ju harron. Po më fal një minutë. Dhe nuk ka defekte mangësira. Ta mbaroj pak. Vetëm ta mbaroj. Jo zero, këtu e kisha. Po si mos ta quajë zero mbet 4 vjet pa gjykatë kushtetuese. Cili vend I botës është pa gjykatë kushtetuese? Ti ke mbetur 4 vjet. Si mund ta quaj unë që ka qenë e suksesshme ku për shkak të mbylljes së gjykatës lart, sot qytetarët shqiptar për pronën e vet nuk marrin dot drejtësi. Kur sot pensionistët shqiptar nuk marrin dot pensionin që u takon, kanë hedhur në gjyq dhe duhet presin nga 10 vjet deri të u vi radha. Që të vi çështja, si ta quaj unë sukses të drejtësi? Doni të gënjeni me zhurmën që japin këto Alçi Bllakun për inceneratorin? Pse inceneratorin Alçi Bllaku do ta bënte? Alçi Bllaku ishte një roje, krahasuar me ata që e kanë peshën e vërtet, që është Edi Rama. Ktu çdo gjë e bën Edi Rama. Ajo është një parti e cila funksionon me një njerëz. Po pse fiton Edi Rama kur I bën gjitha këto? Edi Rama nuk fiton, Edi Rama ka vjedhur dhe sytë ndërkombëtarëve të paguar, një sekond. Edi Rama I vjedh. Po pra, një sekond. Po jo, edhe fushën bosh aty nuk ja lëm se do ishte tur, pastaj do ishte do flasim pak dhe për zgjedhjet tani se ti ikim nga drejtësia se. Hajde të flasim për zgjedhjet pra. Po pra. Dhe për zgjedhjet flitet në këtë formë. Edi Rama nuk ka bërë zgjedhje, Edi Rama ka bërë votime, Edi Rama ka bërë vjedhje. Dhe ne kemi faktuar dhe I kemi vërtetuar këto. Nëse ne e lejojmë, ai këtë pjesë do të bëj. Sa kohë keni ju që Edi Rama kërkonte? Sa kohë keni ju që Edi Rama kërkonte emëroj opozitën apo I harruat ato? Opozita parlamentare, jo po tani opozit do dalin këta dy tjerë. To janë gjitha fiktivitetet e Edi Ramës për të bërë një shtet ku ky cakton edhe opozitën edhe këto tjera. Atëherë pse gënjeni ju demokratët pra tani gjatë fushatës që do fitojmë 11 maj kur ju e dini që ai do të vijë? Po tani të bëj një pyetje unë. Me kë I vodhi zgjedhjet? A nuk I vodhi me Bajrat ky? A nuk I vodhi me Avdylajt ky? A nuk I vodhi me Hajrat ky? A nuk I vodhi me këta zgjedhjet? Po mirë, pra ai do t'i vjedhi prap nëse ecim me logjikën tuaj. Ku janë? Ku janë këta sot? Janë në Burg. Ca janë Burg, ca janë të larguar. Fal kujt janë këta? Fal denuncimeve të Partisë Demokratike. Fal luftës Partisë Demokratike. Jo, po prit. Dhe fal mbi të gjitha. Po janë dhe fal drejtësisë pra. Jo drejtësisë shqiptare. Po pse ju arrestuat? S'ka ECC I arrestuar. Po mirë, pra pse veproi? Prokuroria, më falni një minutë. Prokuroria, ju lutem. Prokuroria belge dhe prokuroria franceze. Punën e tjetrit mos e shit si tëndën. Prokuroria belge dhe prokuroria franceze. Dhe ne kemi 2 vjet që bërtasim për s'ka ECC. Sot, vetëm sot kanë filluar goditjet e tyre. Vetëm sot është arrestuar Bajrat. Tani më thuaj diçka, Edi Rama nuk I vjedh dot më sepse nuk I ka më këtë, ca I ka në Burg, ca I ka ikur apo si s'po e kuptoj. Edi Rama do bëj çmos për të bërë vjedhjen dhe gjithçka tjetër. Por ka një problem. E para imunitetin e tij ndërkombëtar nuk ekziston më. Jo shikoni që ai merret me arkitektin e fitores së presidentit Trump. Nga mëngjesi deri në darkë sulmon atë. Po ato ka përballë ai. Jo, ai përballë. Në një farë mënyrë. Jo, ai merret ta sulmoj atë sepse ajo është një kërkesë I vjen nga Alex Soros. Prandaj vjen.
Për këtë arsye, ju e pa telefonatat e Erion Veliajt. Prit se do vi Aleksi dhe pastaj do t'i rregullojmë. I thoshte bashortes vet apo jo? Po ç'pun ka ky Aleksi? Çfarë funksioni ka ky Aleksi këtu? Që do i zgjidhte të gjitha me drejtësinë, me këto që s'besoni ju. Po pse ju me mbritjen e Kris Lasivita mendoni se ky fundit do ju japi fitoren në xhep më 11 maj? Fitoren në xhep nuk e ka askush. Dhe në 11 maj nuk është çështja që të fitojmë ne. Dhe nuk është çështja që të fitoni ju apo unë. Çështja është që të fitojmë gjithë. Më thoni ju në 12 vite, a jemi më mirë sot? Që përshkruani ju, si do fitoni ju më 11 maj? Edi Rama që përshkruaj ju sot është ky. Edi Rama i sotshëm është një i vetmuar me shumë hallë në kokë, i cili ka vetëm një punë nga mëngjesi deri në darkë, të gjejë një korridor të vogël për të shpëtuar kokën e vet dhe është gati të japi gjithë secilin prej bashkëpunëtorëve të tij, siç çoi Erion Veliajn, sepse çoi Nesti Angoni është Edi Rama, ashtu do të shoqëroj atje edhe Belinda Ballukun shumë shpejt, siç po ja çon edhe sot drejtorët. Edi Rama sot është një njeri në kërkim të shpëtimit të vet, të shpëtoj kokën e vet. Ai nuk ka asnjë diskutim, as vet që do humb, dhe ju prandaj e shikoni atë edhe në këtë formë pak më të distancuar. Dhe merret me këtë tallavan, merret me këtë zhurmë dhe mesazhi kryesor i atij që ky do humb zgjedhjet i erdhi në hapjen dhe çeljen e fushatës. Që ishte një dështim spektakolar. Aq vetas. Kërcyen, s'mblodhe njerëz, 12 qarqet atje dhe nuk mbushit dot një shesh. Një njeri që ka 12 vjet në pushtet. Po pse kishit më shumë ju? Pa ai takim simbolik ishte se nuk ishte protestë. Ishte çelja e fushatës. Bëni krahasime vet, s'ka nevojë të flasun. Shikoni, po nëse e marrim kështu, atëherë dhe ju pretendoni që do fitoni më 11 maj me aq vota sa erdhën te sheshi Nën Tereza? E para njerëz sipas rregullit politik është e krahasuar 1/7 vota. Nëse llogarisim në këtë formë siç e thoni ju, rregulli politik, formula politike për sa i përket pjesëmarrjeve në aktivitete politike të krahasuara në votë është 1/7. Po pse vërtet ju to janë për llogaritë që bëhen në politikën globale. Elektorati juaj aq është, aq sa mori pjesë tek takimi hapës? Jo, edhe më shumë, pikërisht këtë po them. Edhe më shumë. Po tek Rama, por simbolikisht, sigurisht që ka më shumë. E nderuar, Edi Rama ka pasur 12 qarqet. Nuk mbushit dot një shesh. Bëni krahasimet vet. Dikur i mbushte apo jo? Se ka bërë dhe herë tjera çelje fushatash. Po nuk mashtrohen më njerëzit me tallavan e këtij, nuk vin njerëzit dhe nuk të voton njëri se kërcen bukur Belinda. Belinda paguhet me taksat e shqiptarëve që transformonte Shqipërinë, të transformonte sistemin energjetik të Shqipërisë, të transformonte rrugët e Shqipërisë, jo të transformohesh Belinda. Këta kanë bërë para për të transformuar vet. Po mirë, dakord. Atëherë rrim pak tek ju, tek Partia Demokratike. Partia Demokratike është ajo që vjen me një program konkret përballë tallavas. Partia Demokratike është ajo që është përballur me bandat. Partia Demokratike është ajo që ka denoncuar incineratorët. Tigri 1, Tigri 3 dhe gjithçka. Jo të më qenë, janë fakte konkrete, s'ka nevojë për të marrë. Unë kam bërë detyrë të them kështu. Atëherë, jo, nuk keni për detyrë për të thënë kështu. Po unë nuk jam tani as Po jo, këto janë a jemi ne që kemi denoncuar incineratorin? Po denoncimi është tjetër gjë. Po kaq mund të bëjë opozita, ose janë polic. Po opozita e ka për detyrë të denoncojë. Prandaj është opozita. Jo, më për detyrë ka, jo, hetimet për detyrë. Jo, ka për detyrë. Hetimet për detyrë ka prokuroria, përkundrazi prokuroria na ka sulmuar ne. Denoncoj, patjetër që do të denoncoj. Prokuroria na ka sulmuar ne. Si e opozitën, duke denoncuar pra. Po prokuroria na ka sulmuar ne. Duke kundërshtarin përballë. Prokuroria na ka sulmuar ne, ndërkohë që ne bënim denoncimet për këto grupe kriminale të rrezikshme. Policia merresh me protestuesit. Tani ju thoni që alternativa juaj është më e mirë përballë asaj socialiste. Flasim pak për listat për shembull. Pse shumë edhe demokrat madje nuk janë të kënaqur me listat tuaja për shembull. Nuk i cilësojnë ato demokrat që nuk janë të kënaqur. Po për shembull, më jep një mendim tëndin për faktin që një demokrat i zellshëm si Dashnor Sula nuk është në listë. Nuk ishte, ula jashtë, edhe pse kishte një kontribut të madh. Tash Sula nuk pranoi të ishte në listën e hapur, nuk ula jashtë. Dhe që në zonën e vet ka shumë vota. Gjithë kemi vota, gjithë secili ka vota, edhe ju keni vota. Jo, ai ka thënë në studion time që nuk isha në asnjë listë. S'është e vërtet, i është ofruar në listë hapur. Tani kjo nuk ka pranuar. Relative tani, un po si flas për personin po pse nuk donte të kandidonte ai? Nuk donte të kandidonte? Nuk pranoi të ishte në listë hapur. Kishte një pretendim për qenë në listë të mbyllur dhe në besimin tim, mendimin tim dhe të gjithë kolegëve të mi, të gjithë Partisë Demokratike do të kishin pasur shumë qejf të ishte edhe në listë
të mbyllur Dashi, unë mik e kam pasur, mik e kam dhe mik do ta kem. Fakti mbetet që propozimi ishte për listën e hapur sepse për shkak të aleatëve dhe numri 3 që duhet të ishte sipas kodit zgjedhor një grua. Kaq, po nuk ka pranuar të jetë listë hapur, jo se nuk ka dashur të vënë në listë. E respektuat ju procesin e primareve? Rezultatin që prodhuan primaret? Primaret tona ishin primare kualifikuese. Ne çdo parti ndjek një procedurë, procedura jonë ishte me votë, ishte me një primare kualifikuese për shkak dhe të kodit zgjedhor, se duhet ta përshtatësh, me atë nuk është njësoj si në zgjedhjet lokale. Për shkak që mund garojnë 20 veta, po vetëm njëri kandidon për një bashki. Kurse në rastin konkret është me lista, është me një pjesë të hapur, me një pjesë të mbyllur dhe u bën disa kritere. Kriteret ishin regjistrimi i votuesve nga diaspora, aktiviteti mediatik, aktiviteti politik dhe vota. Edhe nuk u plotësuan kriteret që më të votuarit e primareve u degdisën ose në zonën e rrezikut ose u lan pa të fare? E para, përveç drejtuesve politik dhe kryetarëve të leadershipit të partisë, që janë të sankcionuar në statut dhe të gjithë ne që morëm pjesë në primare, e dinim që ato nuk garonin në primare dhe kishin pjesë e listës mbyllur. Pjesa tjetër, unë jam më i votuar i Bashkisë Tiranë. Dhe normal që Bashkia Tiranë e kam bërë dhe regjistrimet, kam dhe një aktivitet publik dhe një aktivitet politik. Ti je në listë mbyllur. Po, kam fituar primaret.